E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një lajm që në fakt përflitet lart edhe poshtë. Ditën e nesërme janë të konfirmuar dy banor që do të bëhen pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Njëra është një DJ dhe tjetri po ashtu DJ. Kemi të bëjmë me dy banor që do t'i japin ngjyrë të bukur asaj shtëpie. Por ditën e sotme, portalet kanë asocuar, kanë hamencuar, kanë nxjerrur në pa emra të tjerë që do të përfshihen dhe do të bëhen pjesë e kësaj shtëpie. Do me thënë emra të cilët janë si Ishe Dashura e Mateos. Fillimisht një herë që produksioni ta bën sa më viral këtë Big Brother, që ta bën sa më të ndjekur, edhe mund të futën në shtëpi një vajzë që në fakt ka patur një lidhje me Mateon, edhe mund të ndodhen kjo gjëja. Por duke e parë që do me thënë Mateo pretendon dhe dëshiron që të lidhet me Brikenën, nuk ma merr mendja që produksioni do të bën një gjë të tillë, por asnjë gjë nuk thuhet jo. Në qoftë se Ishe Dashura e Mateos bëhet pjesë e këtij Big Brotheri, Mateo në fakt ka folur shumë pak për të, ka treguar që para disa muajsh që do të hynte në Big Brother e ka mbyllur marrëdhënien, i kanë mbyllur gjërat, por siç duket do me thënë produksioni po mundoi që ta provokon Mateon për të përfituar në fakt në shpinën e tij. Unë nuk e besoj, sepse nuk ka një konfirmim të tillë nga vllau i madh që natën e nesër mbrëmshme shtëpia do të dhizet, si me thënë. Besoj që nuk do ta përqafonte Brikena këtë vendim, nuk do të ishte ndjerë fare mirë, apo ndoshta do të kishte nxjerrë një anën e saj që ne nuk jemi mësuar realisht as ta shohim as ta prekim, një anë të Brikenës që të kalonte disa çaste me Ishte Dashurën e Mateos aty brenda, por duke e ditur që produksioni di të provokoj, mund të bën një gjë të tillë. Do me thënë, për të gjithë ato fansat të cilët më pyesin, të cilët duan të marrin një shpjegim, a do të futet Ishte Dashura e Mateos në shtëpinë e Big Brotherit, nuk ka një konfirmim të tillë, do me thënë nga ana e produksionit. Nuk ka një lajm në fakt nga të afërmit, nga miqtë e Mateos që kanë marrë një lloj informacioni që një Ishe Dashur e Mateos do të bëhet pjesë e këtij spektakli, por Big Brother është ai që na surprizon. Besoj që Mateos do të ishte vështirësuar edhe më shumë loja, do ta kishte shumë më të vështirë që të qëndronte me një ishin e tij brenda shtëpie, por edhe duke patur marrëdhënien, do me thënë të hapur që Mateo dëshiron ta bën me Brikenën, por unë mendoj që Brikena është aq e zgjuar sa që do ta kuptonte që produksioni të gjithën këtë gjë, të gjithën këtë rrugtime bën me kastile dhe do të mundoheshte që ta qetësonte në një farë mënyrë gjën Brikena, por e di që do ta kishte shumë të vështirë dhe do t'ja përdornin pafund banorët.